Mirënjohjen e parë, kur të ndjeni popularitetin, njerëzit që ju duan, e kanë fjalën për të katërt. Mirënjohja e parë për këtë do shkoj. Rozi. Hajde Gjesti, se jo Gjesti merr fjalën gjithmonë i parë. Okej, si do. Rozana. Rozana, Marata. Po të fare, Rozana. Po shiko, rrugtimi i jetës është shumë i gjatë dhe sigurisht në jetë njeriu duhet të jetë mirënjohës për gjithë ata që e kanë shoqëruar në jetë. Duhet të jetë mirënjohës për njerëzit që e kanë më tepër kritikuar për t'u bërë më i fortë, sepse në jetë kemi shumë pseudomish që na duar trokasin, pa i merituar duar trokitjet. Dhe unë jam mirënjohës atyre njerëzve që kanë thënë mund ta bësh edhe pse nuk je aq e fortë sa ç'mendon. Atyre jam mirënjohës. Emra. Të gjithë rrugtimin e jetës. Gjesti. Gjesti të ta lehtësoj. Mirënjohja e parë kur të dalësh nga kjo shtëpi dhe kur të shohësh popularitetin, të shohësh suksesin, që e keni njësoj të katërt. Ne kam një besim ndryshe Zotit mas pari. Jeni primet finalistë. Zoti është mas pari, jo? Pra jemi milion zot. Gjithmonë. Se veçaj i ka po krejt këto. Kështu që Zoti po bli për familjes vetës. Okej? Këtë shans. Absolutisht i pari Zote, për arsye që më ka dhënë forcë të futem këtu edhe pse të gjithë njerëzit që më kanë dashur, përfshirë dhe familjen, nuk kanë qenë optimist. Të dytëve, patjetër familjes time që edhe pse jashtë dëshirës apo më shumë për çështje për kujdesjeje të tyre, prapë se prapë më kanë thënë nëse ti do ta bësh ne jemi me ty edhe je totalisht e lirë të bësh zgjedhjet për jetën tënde. Dhe në radhë të tretë patjetër Top Channelit për mundësinë se më kishte përzgjedhur çfarë do lloj emri tjetër dhe do e kishte këtu. Bravo. Laerti. E keni marrë kështu si me... Prito. Jo, përgjigju njerë. Laert, përgjigju. Unë jam mirënjohës, po jam... Do filloj në radhë të parë dhe do vazhdoj deri në radhë të 99. Kam 99 mirënjohje, do duroni, jo. 99 mirënjohje kam. Do filloj nga, do them, në radhë të parë, në radhë të dytë, në radhë të tretë, dhe deri në radhë të... Duhet të thoj vetëm saga pao, Laerti, kaq. Mamas time vetëm. E jam mirënjohës. Që pranoj të qëndronte e vetme, edhe të merrej me gjithë çështjet e një vjetorit të Timeti, pra që nga bërja e varit e të gjitha, pa pas mua në krah. Vetëm në nëstima. Dhe për mua nëna është baras me Perëndin, kështu që me që u fol për Zotin. Po, që të pyetjen që e bone ti,